Rezultatet e një studimi mbi nivelin e digitalizimit të firmave blegtorale të Gjedhit në qarkun e Korçës, duke evidentuar pengesat kryesore për zbatimin e teknologjive moderne, si mungesa e investimeve, infrastruktura dhe nevoja për trajnim të fermerëve, u prezantua në një takim në Universitetin Fanoli. Nga studimi rezulton se teknologjia përdoret në një nivel shumë të ulët dhe jo efikas. Duhet thënë që niveli i teknologjive digjitale është shumë i ulët. Ne jemi orientuar drejt firmave të Gjedhit, të cilat kanë një madhësi më shumë se 30 krerë, por do të thoja që kryesisht ka shumë pajisje mjete digjitale të cilat nuk kanë ndonjë ndikim shumë të madh në impaktin ekonomik të tyre. Janë evidentuar njësër pengesash kryesore, të cilat ne i kemi grupuar në 4 kategori dhe lidhen me pjesën e aspekteve ekonomike. Pra, çka do të thotë që mbështetja për fermat do duhet jetë më e madhe, politikat duhet jenë më efikase për t'i mbështetur fermerët, por kemi dhe faktorë të tjerë strukturorë që lidhen me madhësinë e fermave, moshën e fermerëve dhe gjithashtu edukimi. Edukimi është një faktor shumë i rëndësishëm dhe një katalizator i digitalizimit tek ato vende të cilat janë të orientuara tashmë drejt qëndrueshmërisë dhe rritjes së nivelit të ardhurave në ferma. Eksperienca e Finlandës u soll nga Ardita Hoxha Jakja nga Universiteti i Savonias, e cila prezantoi përfitimet e digitalizimit në firmat blegtorale dhe ndikimin e tij në rritjen e eficiencës dhe cilësisë së prodhimit. Në qendër të zinxhirit ushqimor gjithmonë në Finland është edukimi, sepse vazhdimisht ne duhet të edukojmë të gjithë aktorët e zinxhirit ushqimor në mënyrë që të sigurojmë ushqim cilësor dhe të ngrisim apo të rrisim besimin në mes të aktorëve të zinxhirit ushqimor. Do të thotë vazhdimisht ofrohet edukim jo vetëm në nivelin e universitetit, por në të gjitha hallkat e edukimit. Mandej është shumë e rëndësishme që të ketë një lidhje shumë të ngushtë në mes të institucioneve të kërkimit shkencor, atyre të cilët ofrojnë edukim dhe bizneseve, në mënyrë që të kemi ekspert të fushës së zinxhirit ushqimor. Aktiviteti u mbyll me diskutime mbi rrugën drejt Bashkimit Evropian, bashkëpunimin me institucionet dhe rolin e aktorëve në zinxhirin blegtoral si element kyç për modernizimin e sektorit.